Ju përshëndesim gjithëve të nderuar shikues këtë radhë në rubrikën Opinion, ku do të flasim për zgjedhjet që janë zhvilluar ditën e djeshme në Maqedoni. Me në studio është diplomatja Agim Neshës, zoti Neshë, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Rëgjes së pari ndjekim tabelën e rezultateve dhe mandatet e llogaritur, janë gjithmonë shifra paraprake. Komisioni Shtetëror Zgjedhor Maqedonia ende nuk i ka llogaritur mandatet e forcave politike. Këto janë projeksionet sipas ekspertëve dhe partive, po pak a shumë gjithçka duket se do të vërtitet në këto shifra. Do të kemi VMRO dhe DPMNE së bashku me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë që do të ndajnë pothuajse për gjysmë parlamentin me diferencë prej 1-2 vendesh, do të shikohet pastaj konkretisht, dhe pastaj kemi 20 vende të tjera që do t'i zënë partitë shqiptare, këto të ndara në 4 subjekte të ndryshme. Zoti Nesho, si shikoni këtë rezultat që ka mbajtur në pesh gjatë gjithë natës, të dyja partitë maqedonase kanë dalë për të festuar në rrugë, ndërkohë që vazhdon të kemi një paqartësi për përfundimin e rezultatit? Rezultati shumë i ngushtë, dhe kjo tregon në disa mijëra vota, mund të them rreth 16.000 vota midis dy partive kryesore, duke bërë një diferencë shumë të madhe nga zgjedhjet e para, ku rezultati ishte vërtet me një distancë shumë të madhe. Kjo tregon që gjithë kjo periudhë e krizës, dhe nuk ka qenë e pakët, është kriza më e madhe pas 2001-shit që përjeton Maqedonia, ka treguar që ka reflektuar të qytetarët e saj për të rregulluar ato çështje të rëndësishme për funksionimin e demokracisë së tyre. Domethënë, opozita ka arritur të motivojë njerëzit për të votuar në favorin e saj në një shumicë dërmuese. Dhe këtë e ka bërë nëpërmjet qytetarëve maqedonase pa diferenca etnike midis tyre. Domethënë, ajo që bënte një nga karakteristikat kryesore të këtyre zgjedhjeve është që opozita kërkoi që faktori shqiptar si faktor shtetformues të mos ndaj në mënyrë etnike, si në mënyrë tradicionale deri tani, po të votonte për çështjet e demokracisë. Dhe ky është një nga elementët kryesorë që ne shikojmë në këto zgjedhje. Rezultati shumë i ngushtë çfarë tregon? Ashtu siç biseduam së bashku. Sa mund ta zgjidhë krizën ky rezultat kaq i ngushtë? Sigurisht, kjo është edhe problemi që edhe aleatët kryesor në Europë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës për demokracinë në Maqedoni mendojnë që një rezultat i tillë nuk e bën të mundur te kalimin e kësaj krize, për arsye sepse çdo gjë është e hapur në tabel, nuk dihet kush do të krijojë koalicionin e forcave qeveritare, dhe aq më tepër gjithë ajo energji që është zhvilluar gjatë këtyre më shumë se një vit e gjysmë, duke kontestuar keq administrimin, problemet e korrupsionit, mosqeverisjen, problemet negative që krijonin diferenca dhe antagonizma midis dy etnive kryesore që përbëjnë shtetin e Maqedonisë, nuk mund të zgjidhen nëpërmjet një zgjedhje me rezultat kaq të ngushtë. Domethënë nuk dihet kush është fituesi, por në të njëjtën kohë, pavarësisht se njëra mund të jetë pak më përpara dhe tjetra më pak, më mbrapa, procesi elektoral jo domosdoshmërisht tregon që demokracia është në krahun e fituesit. Domethënë, këtu duhet parë që këto probleme duhet njëherë mirë që të adresohen edhe të ketë një frymë qytetare në zgjidhjen e tyre për interes të shtetit maqedonas. Cila do forcë politike qoftë fituesja, po themi deri tani duket se do i takoj Gruevskit pari të tentojë të formojë një qeveri, do t'i drejtohet subjekteve shqiptare. Subjekti i parë shqiptar është BDI-ja e Ali Ahmetit, që vazhdon të ruajë primatin e saj, por me një rënje të jashtëzakonshme votash. Dy parti tradicionale shqiptare, edhe Partia Demokratike e Mendothaçit, kanë humbur pothuajse gjysmën e elektoratit të tyre, dhe Regjen nëse na ndihmon me grafikun tjetër atë të krahasimit votave 2014-2016 për të parë se çfarë revolucioni elektoral ka ndodhur në Maqedoni, sidomos në pjesën shqiptare. Kemi Besa dhe Alianca për shqiptarët. Dy subjektet më të reja, Besa dhe Alianca për shqiptarët. Në krahasim me 2014 ka goxha diferencë. Dhe shikoni ndërkohë votat e BDI-s nga 153.000 në 86.000 dhe PD-SH janë fund nga 66.000 në 31.000. Shikoni ndërkohë çfarë rritje ka pasur Socialdemokratët e Maqedonisë në opozit nga 283-284.000 vota gati në 2014 në 436.400 vota në
2016. Ka pasur zoti Nesho shumë diskutime në hapësirën shqiptare, në rrjetet sociale, në media dhe kudo për atë që a bën mirë apo bën keq shqiptarët që u përçan me njëri tjetrin, a bën mirë që një pjesë e tyre votuan për Zaevin, çfarë ndodhi në botën politike shqiptare të Maqedonisë. Mendimet kanë qenë të ndryshme. Disa kanë ngritur zërin e përçarjes duke folur për tradhtar, të tjerë kanë parë një farë shprese te kjo. Zoti Blushi, për shembull, Ben Blushi, ka publikuar në Facebook komentin e tij duke thënë se kjo është një shenjë që po vjen fillimi i fundit për klikat e vjetra të politikës. Ai e sheh jo vetëm Maqedoni, por edhe në gjithë Ballkanin, dhe parashikon madje që një pranverë ballkanike është duke lindur gërmadash, thot zoti Blushi. Zgjedhjet në Maqedoni nuk kanë fitues, të gjitha partitë tradicionale kanë humbur, nuk janë zvogluar si maqedonas apo si shqiptar, por si të vjetër. Kjo do të thotë se në Maqedoni pati zgjedhje, por nuk pati zgjidhje. Megjithatë, për Ballkanin ka një lajm të mirë. Rezultati i Maqedonisë tregon se ajo që nuk duket po vjen. Ky është fillimi i fundit. Për disa vjet në Ballkan do kemi klasa të reja politike, një pranverë ballkanike është duke lindur gërmadash. Sa me vend është ky optimizëm i zotit Blushi? Sigurisht është i bazuar në atë që diskutuam së bashku më përpara, që ka një frym që qytetari Maqedonas nuk votonin ndar, domethënë në bazë të etnive të tyre, që është me përkatësim shqiptare ose slava Maqedonas, por voton për një çështje më të madhe që është çështja e demokracisë. Do të marri fatet e tij, fatet e vendit në dorë. Në këtë kuptim, kjo është fillimi i një pranvere të re, ndërgjegjësimit të një qytetari, dhe po të shikojmë që nuk ka të humbur, po ka shpërndarje vote, sigurisht janë disa faktorë. Faktori i parë është që pushteti të konsumon, edhe duhet ditur që partia më e madhe e shqiptarëve vazhdojnë në mënyrë të lidhur me pushtetin e Gruevskit, domethënë pati konsumimin e saj, pati zhgënjimin nga qytetarët shqiptar që në problemet shumë të rëndësishme që ndodhin gjatë këtyre viteve të fundit në Maqedoni nuk pati një zë të qartë në mbrojtje të interesave të tyre, e shumë problemet të tjera që treguan që faktori shqiptar nuk ishte i bindur nga kastat e vjetra. Në këtë kuptim, zoti Blushi ka drejtë dhe shpjegon që njerëzit po ndërgjegjësohen, dhe ashtu si thoshte edhe deklarata e OSBE-s para prake, që kishte një frym mosbesimi ndaj institucioneve dhe establishmentit të vjetër. Domethënë kjo duke qytetarët duke votuar, ka shi të gjithë ati grupi interesash që mbanin në pushtet dhe nuk ndryshojnë elitat politike. Kemi herën e 4 që Gruevski merr zgjedhjet parlamentare dhe drejton vendin. Sigurisht problemet janë shumë të dukshme, që nga korrupsioni, që nga keqpërdorimi i administratës publike, që nga uzurpimi edhe klientelizmi medjes, që edhe tani, siç është vëzhguar nga opinioni ndërkombëtar, në shumë raste ka qenë jo e pavarur, jo e paanshme, por duke ruajtur interesat qeveritare. Të gjitha këto tregojnë që ka deformime të institucioneve demokratike dhe mos funksionim të një shoqërie demokratike, siç është demokracia e re në Maqedoni. Në këtë kuptim ka një zhgënjim për një pjesë të partisë më të madhe shqiptare, është ndarë në disa grupime të tjera politike. Kjo duhet ketë parasysh që në radhë të parë ne si shqiptar do të na interesonte që faktori shqiptar të ishte më uniform. Çfarë përgjigje në fakt ky rezultat i këtyre subjekteve të reja për sa i përket shqiptarëve? Kjo do të sjellë që vota e shqiptarëve nuk është vetëm e fokusuar në problemet e tyre, por është e fokusuar në ato aleanca demokratike të cilat mund të sjellin përmirësimin e jetës tyre. Ashtu për shembull, si opozita e Zaevit ka bërë thirrje që e para ka ofruar personalitetet shqiptare në Maqedoni që të marrin pjesë në fushatën e tyre, disa prej tyre të kandidojnë dhe si deputet. Ka premtuar politikisht që do të sjellin një mirëqenie reale dhe një pjesë e mirë e popullsisë, funksionimin e marrëveshjes së Ohrit në mënyrë
reale, edhe kjo jo ashtu në mënyrë shablone si që është bërë deri tani si një kornizë politike që secili nga palët përpiqej që ti ishte konform korrekt politikisht, por nuk zbatoi në teren. Të gjitha këto bën që faktori shqiptar të tejkalojë ato përkatësitë e tyre etnike, shqiptarët mendoj pak më thellë, dhe këtë duhet ta shikojmë si një element pozitiv, një angazhim qytetar, si qytetar të kësaj Europe të shekullit të 21 që marrin dhe kontribuojnë për vendin e tyre për të realizuar ato stade të domosdoshme të veprimtarisë demokratike të një vendi, që janë të lidhura dhe me mirëqenien dhe ekzistencën e tyre. Pra, si konkluzion që pavarësisht se në kuptimin e thjeshtë të fjalës do të na pëlqente më mirë një formacion politik shqiptar që t'i mblidhte të gjithë partitë politike shqiptare, për arsye sepse mendojmë pak më lart, mendojmë që sa më shumë dhe më i madh jetë numri, aq më i rëndësishëm është pesha e tyre politike në zgjidhjen e problemeve, por nga ana tjetër kjo tregon që shqiptarët, një pjesë e tyre janë integruar, një pjesë e tyre janë maturuar dhe kanë përgjegjësinë përpara vendit tyre për të zgjidhur në rrugë demokratike. Ky është një, siç e tham, një revolucion demokratik, fillimi një pranvere të re ku qytetarët nuk mbeten inaktiv ndaj detyrave kryesore të demokracisë në vendin e tyre. Pranverë ballkanike përmend Blushi, por duke pasur eksperiencën e pranverës arabe, dihet që këto lloj aksionesh jo gjithmonë çojnë në rezultate të pritshme. Në fakt, ka një përpjekje nga ana e shqiptarit dhe Maqedonisë që është e dukshme për të sfiduar status quo-n e partive të tyre tradicionale, duke vepruar në mënyra të ndryshme. Rezultati pastaj është Lëvizja Besa, për shembull, e cila llogaritet tashmë si forca e dytë e shqiptarëve në Maqedoni, është një parti për cilën ka pasur shumë polemika edhe në Maqedoni dhe jashtë saj në mjediset e opinionistëve shqipfolës, disa e kanë quajtur Teo Parti, kanë thënë se kanë mbështetje nga Turqia, ndoshta ose nga grupimet ndryshme brenda Turqisë, por duke parë më gjerë Maqedoninë, sidomos që është emblematike në Ballkan, për atë se gjitha fuqitë e interesuara në Ballkan janë përpjekur të imponohen disi atje ose të gjejnë zgjidhje, le të themi kështu, qoftë Turqia, qoftë Rusia, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian në mënyrën e tij, gjithashtu. Si e shikoni Maqedoninë përballë gjithë presioni që vjen edhe nga jashtë? Së pari njëherë influenca e fuqive të jashtme, aktorëve jashtë europian, është prezente tani në Ballkan, sidomos nga aktorë të fuqishëm, si është Rusia po edhe Turqia. Për interesat e tyre, kemi thënë që Rusia gjithmonë do që të ketë atë prioritetin e saj si një aktor ndërkombëtar shumë i rëndësishëm dhe këtë po e bën në lindjen e mesme, por fokusi i saj do të jetë edhe në Ballkan, për arsye sepse duke siguruar në këto momente të lëvizjeve të mëdha politike, të një rikalibrimi të rendit ndërkombëtar botëror, mendon që do të jetë balanca e fuqive dhe marrëveshja për pjesët e ish zonave të saj atë influencës, por do shtrihet me shumë seriozitet në vende të tilla ose rajone të cilat janë pak më jashtë sferës dhe interesave perëndimore, siç është po jo për nga rëndësia, siç është lindja e mesme edhe Ballkani. Në të njëjtën mënyrë edhe Turqia kërkon si një fuqi rajonale të shtrirë në mënyrë horizontale në të gjitha drejtimet influencat e saj, dhe ajo e ka shprehur qartë që kërkon të rivendos tash të quajturën neo-otomanizëm, do me thënë ish perandorinë e saj, në ato vende ballkanike me të cilat ndan një kulturë dhe një, do me thënë një trashëgimi religjioze të përbashkët dhe ku influencat në shumë raste janë të dukshme në sër vendesh të Ballkanit, të cilat kanë një influencë të vjetë tërturke nga dominimi 500 vjeçar. Tani, në këtë kuptim, influencat shtrihen jo vetëm nëpërmjet objekteve të kulti, jo nëpërmjet investimeve ekonomike, por shtrihen dhe do të fillojë që të rritet në mënyrë agresive edhe influenca politike, e cila në një farë mënyrë shpreh interesat e më poshtme
domethënë dhe I konkretizon ato. Do të ketë influenca, ne nuk paragjykojmë dhe nuk dyshojmë që formacionet të tilla të themi janë të lidhura, por mundësia është për të patur edhe lidhje të tilla, për arsye sepse interesat janë shumë të gjëra. Po këto lloj influenca e bën më të vështirë përpjekjen për një vot përtej etnikës, religjioses. Sigurisht, sepse së pari duhet kemi parasysh që vetë Maqedonia, ndryshe nga gjitha hapësirat shqiptare, të cilat janë ndarë në mënyrë të padrejtë në fund të shekullit të kaluar, Maqedonia si element shtetformues nuk ka patur gjuhën siç ka patur Kosova ose dhe Shqipëria, por ka patur elementin fetar që bënte diferencën e mundshme me gjithë ambientin tjetër që e rrethonte ose marrëdhëniet që kishte ndëretnike me komunitetin slavo-maqedonas ose komunitetet e tjerë. Në këtë pikë është investuar edhe shumë për të bërë që elementi shqiptar, megjithëse një numër relativisht shumë I madh, gjithmonë të shikojë si një qytetar I dorës së dytë deri në 2001-shin në proceset që ndodhen edhe marrëveshjen ndërkombëtare të kornizës së Ohrit, e cila përcaktoi që elementi shqiptar është element shtetformues që përbën atë Republikën e Maqedonisë. Në këtë kuptim, partitë të tilla do të përpiqen të devijojnë elementin etnik nacional nga frika e ndryshimeve të mundshme që mund të ndodhin në Ballkan, nga forcat të jashtme ose lëvizjet e brendshme, që mund të fillojnë si lëvizje demokratike, por nuk dihet qëllimet dhe rezultatet përfundimtare të tyre, të cilat mund të degenerojnë deri në konflikte etnike dhe ndarje dhe ribërjes të kufirë. Mund të kemi edhe një thellim të krizës. Thellimi I krizës shpresojmë që jo, por rezultatet e deri tanishme tregojnë qartë që kjo krizë pavarësisht se ka një input pozitiv për të zgjedhur, ka një ndërgjegjësim të shumicës së elektoratit edhe këtë, si që tha zoti Paruca, edhe nga diferenca e numrave, ka një rritje të jashtëzakonshme të opozitës, e cila ka sensibilizuar këtë shoqërinë maqedonas, në një farë kuptimi rreziku mbetet brenda për arsye sepse vetë vendi është shumë fragjil, është I kompozuar nga dy etni shtetformuese, siç janë shqiptarët dhe slavo-maqedonasit, me minoritete të gjithë vendeve fqinja dhe interesat e tyre janë shprehur gjatë gjithë kohës dhe Maqedonia është një nga vendet të cilët nga Komiteti Ndërkombëtar ruhet në mënyrë në thonjsa me shumë eksigjent për arsye sepse jo vetëm mund të çojë në procese të tilla shpërbërëse, po mund të involvojë një sër numër shtetesh ballkanike të cilat kanë interesat e tyre brenda vendit ose në një farë mënyrë I kanë shprehur ato. Është edhe gjithmonë pyetja qëndrimi I Tiranës ndaj asaj që ndodh në Maqedoni, edhe në lidhje me qëndrimin e Tiranës ka pasur qëndrime të ndryshme nga ata që kanë thënë pse Tirana hesht dhe tek të tjerë që natyrisht nuk do të çmonin një ndërhyrje të Tiranës në politikën e brendshme të Maqedonisë, qoftë edhe të partive politike shqiptare të Maqedonisë. Në pamjet parë ne kemi parë një heshtje, një neutralitet plot të Tiranës. Është sigurisht ju keni drejt. Po, problemi me Maqedoninë është gjithmonë sepse Tirana zyrtare në të gjitha nivelet e në gjithë kohët që ka qenë political correct, sidomos me çështjen e Maqedonisë si një vend demokratik dhe në krizën e saj në 2001-shin që dëshira për të zgjidhur problemin e të drejtave të njerëzit, të krijimit të një statusi të ri për shqiptarët, tregoi atë entuziazmin shqiptar I cili jo në çdo rast u mirëprit në botën e qytetëruar perëndimore. Në këtë kuptim ishte një mesazh që në atë kohë që Shqipëria duhet të jetë indiferente sepse Maqedonia është një shtet demokratik, pjesë e familjes së madhe europiane që synon që të bëhet antar si I Bashkimit Evropian dhe I NATO-s. Në këtë kuptim, politika shqiptare duke mos patur një strategji dhe të zhveshur nga këto komplekse, në shumë raste për të ruajtur më tepër veten e saj se sa të bëhet me mesazhet e saj një faktor stabiliteti dhe të ndihmoj, ose ka eshtur ose në disa raste ka qenë
më e artikuluar edhe ndoshta ka dhënë edhe mesazhe të cilat janë keq kuptuar në Maqedoni edhe në Bashkimin Evropian si tendenca të Tiranës zyrtare për të paternalizuar më shumë atë pjesën shqiptare për të qenë ajo qendra që udhëheq këtë gjë. Domethënë duke mos i ndarë këtë raport drejt midis përkrajës të proceset demokratike, interesas të shqiptarëve jashtë kufive të vendit, në mënyrë normale, pa pasur asnjë ambicie ose devijim tjetër, kjo është një drejtë e gjithë e çdo vendi për bashkëkombësat e tyre. Mënyra se si bëhet, në ndonjë rast tepër me tone shumë të larta, në një rast tjetër duke mbyllur gojën, këto vinë nga mospatja së pari të një strategjie të qartë për çështjen kombëtare dhe faktorin shqiptar në Ballkan, së dyti në atë kompleksin për të qenë gjithmonë korrektë, që mos marrim kritika, se në shumë raste nga pasioni ose nga padituria, nga mënyra për të qenë aktor ose për të bërë një politikë më të madhe ballkanike ose panshqiptare, bëjnë deklarata të tilla, të cilat pasaj i paguaj më vonë me heshtjen tonë të plot, duke ditur që i kemi te kaluar këto kufi që na takojnë. Nesha, faleminderit që ishim me ne studio. Faleminderit. Faleminderit zoti Nesha që ishit me ne sot. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët.